Këta janë Fatosi, Petriti e Parsimi, 3 prej 30 personave që merren me hulumtimin e shpellave. Si gjithmonë, para se të nisin me gjurmimin dhe hulumtimin e ndonjë shpelle, ata takohen, diskutojnë dhe pastaj vendosin se me çfarë do ta nisin ekspeditën e tyre të ditës. Sot po shkojmë në shpellën Gryka e Madhe, pi bojmë do matje mas pari dhe do hulumtime. Qatë koridorin si se kem hulumtu herën e kalume, pe hulumtojmë sot deri në fund, qatë matje pi qesim në hartë edhe qas. Po shkojmë? Hajde. Dhe ja, tani treshja po niset për në vendin të cilin e kanë përzgjedhur ta hulumtojnë sot, Grykën e Madhe. Shoqata e shpellorëve Aragonit, të cilën Fatosi ka themeluar në vitin 2003, është e vetmja shoqatë e këtij lloji e cila merret me hulumtimin e shpellave në Kosovë. Është ky njëri prej vendeve ku grupi ndalet dhe fillon të përgatitet për në shpellë. Përveç veshjeve, ata pajisen edhe me mjetet të tjera, të cilat janë të nevojshme gjatë kohës së qëndrimit në shpellë. Temperatura në shpellë sillet nga 7 deri në 9 gradë Celsius, pra brenda është shumë ftohtë dhe preferohet të viqen rroba të bëra posaçërisht për shpella, me qëllim që ta mbajnë trupin ton ngrohtë. E përveç saj të nevojshme janë edhe çizme të gomës, apo ndryshe të quajtura çizme të shiut, kjo për shkak të terrenit, rrugica të ngushta, shkëmbim të rrëshqitshëm nga uji e shumë arsyeve të tjera. Andaj preferohen të mbathen me qëllim që t'i evitohet rrezikut nga rrëshqitjet e mundshme apo rreziqe tjera që mund të ndodhin gjatë qëndrimit në shpellë. Gjithashtu nuk duhet nisur pa helmet e dritë, sepse brenda është errësirë dhe është e pamundur të lëvizet brenda pa dritë. Tani grupi u nis për në shpellë. Këto shkallë nuk kanë ekzistuar më herët. Janë ndërtuar para 3 vjetësh në bazë të projektit të Fatosit, e të cilat nuk do të mund të ekzistonin pa ndihmën e komunës së Pejës. Janë gjithsej 198 shkallë. Dal nga dal po i afrohemi shpellës. Dhe ja, pas 198 shkallëve, arritëm në shpellë. Kjo është e vetmja shpellë e këtij lloji në Kosovë që posedon derë të qelikut. Po ashtu, edhe kjo derë është pjesë e projektit të Fatosit, e që edhe për të është përkujdesur komuna e Pejës 5 vjet më parë. Gjendemi në hyrje të shpellës Gryka e Madhe.
Në kilometrin e 8 prej qytetit Pez, dera shpella si po shihni është e mbyllur nën mbrojtje të komunës Pez edhe shoqatës Aragonit nga Peja. Tash do e hapim dhe do futemi, do bëjmë disa ulumtime, disa matje digjitale. Përveç komunës së Pejës, këtë shpellë para një viti e ka ndihmuar edhe Instituti për Mbrojtjen e Mjedisit në Prishtinë me disa pajisje. Jemi në metrën e 200 apo 220 prej hyrjes së shpellës. Më saktësisht jemi në pjesën e dytë edhe po vazhdojmë edhe po hecim atutje. Shkalla po shpëtojmë. Shpella Gryka e Madhe është shpella më e madhe në Kosovë dhe rajon, si dhe radhitet e 12-ta në botë për nga lartësia e gjatësia që arrin deri në 13 kilometra. Kjo është stacioni numër 23 në hartën digjitale, kur kemi bërë matjet digjitale. Në hartë e shënojmë si stacioni numër 23 edhe me këto orientohemi. Këto janë disa zbukurime të vogla për këtë shpellë. Posaçërisht këto janë gjitha këpurdhat e shpellës, si të thrasim, formohen prej kalcium karbonatit dhe prej rrymimit të ajrit. Faktikisht prej pikave të ujit. Këtu kemi një lloj si një liçe shumë i vogël, miniatur, liçe kristali, që thonë, formon kristale të mrenda. Po më thellë ka liçe të përmasave shumë të mëdha. Gryka e Madhe është shpella e cila është e stërmbushur me shkëmbinj e minerale prej veprimeve të ujit në shkëmbinj gëlqëror.